Sensibilizimi nga ana e gjithë përdoruesve të rrugës do të sjellë më pak aksidente. Kombësorët mendojnë që drejtuesit e mjeteve nuk duhet të abuzojnë me shpejtësinë dhe alkoolin, pasi rrezikojnë jo vetëm jetën e tyre, por edhe të përdoruesve të tjerë të rrugës. Rrugët më ngarkon nga lëvizja. Ndje veçantë ta këvet kombësori sepse po varet vetëm tek më shumë të rregullore ai shoferi. Aksidenti pranishëm ka era. Si ti kam këtu, zbato rregullore ne ik, po deshe futën në makinë. Si zbatoni rregullore një? Po ja do presim të kaloj makina, këto bëjmë ne. Edhe drejtuesit e mjeteve ndajnë të njëjtin mendim, ku shpeshherë edhe ata bien prej e tejkalimit të shpejtësisë, duke shkaktuar aksidente. Deri më sot nuk kemi përplas me drejtues të pandërgjegjshëm, të gjithë kanë qenë të ndërgjegjshëm, të kualifikuar. Dhe deri sot s'kemi, edhe rrugët po thua janë mirë. Po gjatë gjithë kohës do të jetë vigjilent në makinë, nuk do të jetë i pirë, do të jetë njeri i rregull. I zbatoni gjitha rregullat? Po s'bën vakit mos i zbatojmë se s'le policia e qarkullimit të lëvizjes. Të jenë të qetë, të mos jetë të pirë, të vënë rripit, kupton? Të zbatojnë rregullat e qarkullimit. Sa i përket të drejtuesve, të rregullat po i zbatojnë. Nuk janë dhe rrugët që prandaj ndodhen aksidentet. Po të jetë rruga e mirë, s'bet aksident. Pija do të thënë sidomos në timon nuk duhet të pijet fare, të konsumohet fare për drejtuesin e automjetit. Vetëm për gjatë 23 ditëve të muajit maj, policia rrugore ka ndërshkuar me masa administrative 1209 drejtues mjetësh. Pjesa më e madhe e gjobave me 392 të tilla janë vendosur për parakalime të gabuara, duke vazhduar me 291 gjoba për parkime të gabuara, 285 për tejkalim shpejtësie e të tjerë. Brenda këtij muaji janë pezulluar 4 leje drejtimi, mes të cilave edhe për përdorimin e alkoolit nga drejtuesit e mjeteve. Në kuadër të sezonit turistik, policia ka shtuar pranin në rrugët kryesore përfshirë akset Tepelen, Gjirokastër, Kakavije, Kardhiq, Delvin. Kemi njolla të zeza që fillojnë tek pjesa në Memaliaj, ura e Kardhiqit, ura e Leklit edhe pjesa e Subashit. Aty gjithmonë është më tepër burim aksidenti në rast se te i kalon kufit e shpejtësisë. Prandaj gjatë gjithë kohës ne jemi prezent në këtë aks për të parandaluar aksidentet që mund të kryhen. Me çeljen e sezonit turistik janë marrë masat e duhura nga ana e policisë rrugore, duke qëndruar prezent gjatë gjithë kohës në rrugë, 24/7 jemi aty, duke u ardhur qoftë edhe në ndihmë turistave për aksin rrugor që kanë mangësitë e tyre me tabelat. Ndërkohë që të aksidentuarit janë trajtuar pranë repartit të urgjencës së Spitalit Rajonal Omer Nishani. Shefja e urgjencës bënte ditur se kanë marrë ndihmë mjekësore 20 drejtues mjetesh të aksidentuar dhe 10 kombësor. Këto 3 muajt e fundit, rreth 20 raste kanë qenë aksidente automobilistike dhe pacientë të cilët kanë marrë shërbimi. Kryesisht janë mosha të reja dhe mosha mesatare, por nuk përjashtohet dhe mosha e tretë. Ka pasur raste më të pakta, por mosha e tretë patjetër. Kanë qenë rreth 10 pacientë kalimtar, të cilët janë goditur nga makina ose motora. Janë raste të cilat nuk janë me dëmtime të rënda dhe janë trajtuar pranë spitalit tonë. Urgjenca e Spitalit të Gjirokastrës ofron shërbim 24 orë dhe gjendet në ndihmë të çdo rasti apo pacienti i cili pëson një aksident automobilistik. Policia rrugore apelon për respektim të kodit rrugor për të shmangur aksidentet dhe pasojat e rënda që ato sjellin.